Kryetari i Frymës së Re Demokratike komenton vendimin e Bashkimit Evropian për të shtyrë për në qershor statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. I ftuar në emisionin Pantheon në News 24, Bamir Topi theksoi se debatet që po konsumohen për statusin janë shterp, ndërkohë që sot kemi një pushtet agresiv dhe institucione të dobta. Kam parë gjatë gjithë këtyre kohëve të njëjtat skena, të njëjtën mënyrë sjellje të opozitës dhe të mazhorancës, pavarësisht që kanë ndruar rolet, por në kundërshtimin tim është e njëjta situatë. Zoti Topi, kujt i delegohet faj? Pyetja ime është konkrete. Mazhorancës që shkoi apo aktuales? Unë besoj klasës politike në vite. Një qytetari europiane, e cila më të shumtën e rasteve shikon mënyrën e sjelljes politikës shqiptare brenda një sfondi jo europian, me një terminologji banale. Zoti Topi Sakaj ka akuzuar ish liderin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, për krijimin e një klime autoritare në Partinë Demokratike, që sipas tij po vijon ta dëmtojë këtë parti. Zoti Topi, si e shihni Partinë Demokratike? A është e vërtetë që ka përçarje me saj, ka fraksionet ndryshme, është në ujëra të gabuara, le të themi, zotin Basha, drejtimin e tij të Partisë Demokratike? Që ajo parti e ka një rekordmen notar, që noton me orë. Dhe nuk besoj që të ketë notuar në ujërat e kthjellta të Jonit. Ky notar e ka çuar pikërisht këtë parti prej kohësh në ujërat të tubullta dhe unë besoj që pa u futur në problemet e brendshme të Partisë Demokratike, ndonë se jam një nga ata që e njoh mirë jetën e brendshme, mentalitetin, vizionin, mënyrën e sjelljes, dhe thoya që ajo parti jo vetëm ka pas një drejtim të gabuar me shenjat të qarta të autoritarizmit, por unë mendoj që ai që ka krijuar këtë klim vazhdon ta dëmtojë dhe unë besoj që është një klim e cila për shumë arsye, dhe është mendimi im, një situatë gati irreversibile për sa i përket atmosferës së demokracisë në partinë që ka emrin demokratike. Mëtej Bamir Topi tha se Fryma e Re Demokratike do të jetë një parti aktive duke filluar nga janari, kur do të nisë edhe procesi i zgjedhjeve brenda partisë me parimin një antar një vot. Sipas tij nga ky muaj do të shfaqet qartazi pozicioni FRD-s. Si një figurë e përbotshme, do të thoj.